Nëse një operacion me orë të gjata nën anestezi po të shitet si pushim luksi, ndalo. Ky nuk është marketing, është jeta jote. Një mommy makeover nuk është thjesht transformim estetik, është një ndërhyrje madhore kirurgjikale me orë të gjata nën anestezi totale, me disa zona të trajtuara njëherësh dhe me rreziqe që nuk duhen minimizuar. Kur një procedurë e tillë shitet me çmim joshës, hotel, transferta dhe foto të bukura, pyetja nuk duhet të jetë vetëm sa kushton. Pyetja e vërtet është, sa seriozisht po mbrohet jeta ime? Ja ku takohemi edhe njëherë bashkë Mikesha e miq. Jam doktor Sketi Faria, themeluesi K-Day Hospital dhe sot dua të flas për një temë që duhet trajtuar me qartësi, seriozitet dhe përgjegjësi maksimale. Rreziqet e mommy makeover, sidomos kur kjo ndërhyrje realizohet jashtë vendit, në një model turizmi estetik ku marketingu shpesh flet më fort se sa mjekësia. Kur pas një oferte estetike fshihen vdekje dhe komplikacione, nuk flasim më për çmimin e shitur bukur, por për sigurinë, për jetën. Në mars 2024, në Parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar u deklarua zyrtarisht se qeveria britanike ishte në dijeni të 28 shtetasve britanik që kishin vdekur në Turqi pas procedurave kirurgjikale të kryera që nga viti 2019. Kjo shifër nuk i përket vetëm mommy makeover, por është shumë e rëndësishme sepse tregon që problemi nuk është teorik dhe as i vogël. Alarmi nuk vjen vetëm nga rastet fatale. Shoqata britanike e kirurgëve plastik dhe estetik raportoi se komplikacionet e lidhura me kirurgjinë estetike jashtë vendit u rritën me 35% vetëm gjatë vitit 2022. Po ashtu, një raport i Parlamentit të Mbretërisë së Bashkuar theksoi se për gjatë 4 viteve, nga viti 2019 deri në vitin 2022, 324 persona patën nevojë për ndërhyrje kirurgjikale korrigjuese pas kthimit nga trajtimet estetike jashtë vendit, veçanërisht në Turqi. Së pari duhet të sqarojmë termin. Mommy makeover nuk është një operacion i vetëm, është një kombinim ndërhyrjesh që zakonisht përfshin barkun, gjoksin, liposucionin, BBL ose Brazilian butt lift dhe në disa raste procedura të tjera të konturimit të trupit. Në praktik, kjo do të thotë se organizmi nuk përballet me një zonë të vetme të operuar, por me disa ndërhyrje madhore të kryera në të njëjtën seancë. Pikërisht këtu qëndron pika më problematike, kozgjatja dhe kompleksiteti i operacionit. Kur procedurat bashkohen, qëndrimi në sallë mund të zgjasë për shumë orë, në disa raste deri në 8-10 orë apo edhe më tepër, duke rritur traumën kirurgjikale, humbjen e lëngjeve, reagimin inflamator, ngarkesën mbi qarkullimin e gjakut dhe vështirësinë e monitorimit pas operacionit. Kur themi tummy tuck, po flasim për abdominoplastik, pra rimodelimi i barkut. Kjo është ndërhyrja ku hiqet lëkura dhe dhjami i tepërt në zonën e barkut. Dhe kur është e nevojshme, shtrëngohet edhe muri abdominal, sidomos kur është dobësuar pas shtatzënive ose humbjes të madhe në peshë. Kur themi liposucion, po flasim për heqjen e yndyrës nga zonat të caktuara të trupit përmes kanulave të posaçme. Zakonisht dhjami merret nga barku, anët e belit, shpina, kofshët ose pjesa e brendshme e tyre. Dhe kur themi Brazilian butt lift ose BBL, po flasim për një procedurë ku kjo yndyrë merret nga këto zona, përpunohet dhe më pas injektohet në vithe për të rritur volumin dhe për të ndryshuar formën. Te liposucioni, rreziku ka 2 dimensione të ndryshme, por të lidhura ngushtë. I pari është rreziku trombotik klasik, operacioni, reagimi inflamator dhe kufizimi i lëvizjes pas ndërhyrjes krijojnë terren për mpiksje gjaku. I dyti është rreziku specifik i embolisë dhjamore. Gjatë thithjes së yndyrës, sidomos kur sasia është e madhe ose teknika nuk është mjaftueshëm me kontrolluar, grimca dhjamore mund të hyjë në qarkullimin e gjakut. Për këtë arsye, në literaturën ndërkombëtare dhe në praktikën klinike serioze, ekziston një kufi i qartë sigurie, 5-6 litra dhjam në një seancë, maksimumi. Sa më shumë dhjam të thithet, aq më shumë rritet probabiliteti që një pjesë e tij të hyjë në qarkullimin e gjakut dhe të përfundojë në mushkëri. Embolia dhjamore zakonisht shfaqet 24 deri në 72 orë pas kësaj procedure, pra liposucionit, me shenja respiratore, takikardi, konfuzion dhe ulje të oksigjenimit. Nëse në këtë kombinim përfshihet edhe BBL, vëmendja duhet të jetë akoma edhe më e madhe, sepse embolia dhjamore lidhet drejt për drejt me mënyrën e injektimit të dhjamit. Nëse ky i fundit injektohet shumë thellë gjatë kësaj procedure, sidomos brenda muskulit gluteal ose në afërsi të venave të mëdha të vitheve, kanula mund të dëmtojë një enë gjaku. Në atë moment, një pjesë e dhjamit injektuar mund të futet direkt në qarkullimin venoz.
Prej venave të zonës gluteale, grimca diamore mund të kalojë në venat më të mëdha të legenit, më pas në venën cava inferiore, e cila mbledh gjakun nga pjesa e poshtme e trupit. Nga aty ato hyjnë në atriumin e djathtë të zemrës, kalojnë në barkushën e djathtë dhe më pas shtyhen përmes arteries pulmonare drejt mushkrive. Në mushkri enët e gjakut degëzojnë gjithnjë më tepër dhe bëhen shumë të holla. Pikërisht aty grimca diamore mund të bllokojnë degët e vogla të enëve pulmonare duke penguar rrjedhjen normale të gjakut. Si pasojë, shkëmbimi i gazeve në mushkri dëmtohet dhe organizmi fillon të marrë më pak oksigjen. Në forma të rënda, saturimi bie shpejt, zemra mbingarkohet dhe organizmi mund të hyjë në kolaps kardiorespirator. Një paralajmërim i përbashkët i shoqatave kryesore të kirurgjisë plastike në botë raportoi se vdekshmëria e lidhur me këtë procedurë është vlerësuar historikisht 1 në 3000 raste, kryesisht nga embolia diamore. Nëse në këtë paketë përfshihet edhe rimodelimi i gjoksit, atëherë shtohen rreziqe specifike të kësaj zone. Ulje ose humbje e djeshmërisë së thithkës, pamundësi për të ushqyer me gji, rrjedhje ose çarje e implantit, pozicionimi jo i saktë i tij, nekroze areolës, si edhe dhimbje e vazhdueshme ose nevojë për korrigjim të mëvonshëm. Kjo do të thotë sikur barku i shtohet i gjoksi, nuk po shtojmë vetëm një zonë më shumë estetike, po shtojmë edhe një grup tjetër ndërlikimesh të mundshme. Duhet theksuar edhe roli i abdominoplastikës, pra rimodelimi i barkut, sepse ajo është shpesh qendra e Mami Makeover. Sipas shoqatës ndërkombëtare të kirurgjisë plastike estetike, abdominoplastika është procedura estetike me rrezikun më të lartë për trombozë venoze të thellë, rreth 0.34%. Kur kombinohet me një procedurë intraabdominale, ky rrezik rritet në 2.17%, ndërsa me procedura edhe më të gjera të konturimit të trupit mund të rritet më tej. Një analizë shumë e madhe me 58.756 raste tregoi se procedurat e kombinuara kishin një normë komplikacionesh rreth 9.4%. Te pacientët me risk të ulët, komplikacionet ishin rreth 9.78%, te grupi me risk të mesëm 16.63% dhe te pacientët me risk të lartë 38.46%. Kjo është arsyeja pse pyetja kryesore nuk është vetëm çfarë procedurësh kirurgjikale po bëjmë, por te kush pacient po i kryejmë, sa do të zgjasin dhe me çfarë kufish sigurie. Nga pikpamja mjekësore, Mami Makeover nuk mbart një rrezik të vetëm, por një profil të gjerë ndërlikimesh që varet si nga procedurat e kryera, ashtu edhe nga gjendja e pacientes. Nga ana kirurgjikale mund të shfaqen gjakrrjedhje, hematom, serom, infeksion, hapje ose shërim i dobët i plagës, dhimbje e zgjatur, ndryshime të ndjeshmërisë, asimetri, deformimi i kontureve, komplikacione të anestezisë dhe nevojë për ndryshe korrigjuese. Kur barku, gjoksi dhe konturimi i trupit kombinohen në të njëjtën seancë, këto rreziqe nuk qëndrojnë të izoluara, por mbivendosen. Nga ana tjetër, pesha, duhanpirja, sëmundjet shoqëruese, historia trombotike, përdorimi i hormoneve, shtatzënia e afërt, predispozita gjenetike dhe aftësia reale e organizmit për të rikuperuar mund të arrisin më tej riskun. Prandaj, Mami Makeover nuk duhet vlerësuar vetëm si ndërhyrje estetike, por si kirurgji madhore që kërkon për zgjedhje shumë të kujdesshme të pacientes dhe protokolle të forta sigurie. Tani duhet të ndalem në rastet e dokumentuar publikisht, sepse publiku ka nevojë të kuptojë se pas statistikave ka gra dhe jetë që janë mbyllur aty ku duhet të niste një transformim estetik. Rasti i parë është ai Sophie Hunt, 34 vjeçe, nën e 2 fëmijëve. Ajo udhëtoi në Stamboll për një kombinim ndërhyrjesh estetike që përfshinte abdominoplastik dhe Brazilian butt lift. Ky kombinim është veçanërisht i rëndë për organizmin sepse bashkon një ndërhyrje të madhe abdominale me një procedurë të transferimit të dhjamit në zonën gluteale. Vetëm 2 ditë pas operacionit, gjendja e saj u përkeqësua në mënyrë dramatike. Ajo pësoi 3 episode arresti kardiak dhe zhvilloi dështim të funksionimit të disa organeve, një gjendje që tregon se organizmi nuk po arrinte më të përballonte stresin sistemik pas ndërhyrjes. Raportimet publike dhe përfundimi mjekoligjor në Mbretërinë e Bashkuar e lidhën vdekjen e saj me komplikacionet e procedurave kirurgjikale të kryera jashtë vendit, konkretisht në Turqi. Rasti i dytë është ai i Ann Tolson, 58 vjeçe. Ajo udhëtoi në Turqi për abdominoplastik dhe liposucion, por pas mbërritjes ju shtua edhe lifting i krahëve si vendim i minutës së fundit. Klinikisht kjo është shumë e rëndësishme, sepse shtimi i një procedure tjetër rrit kohën operative, si përfaqen e traumës kirurgjikale, humbjen e mundshme të lëngjëve
dhe ngarkesën inflamatore për trupin. Pas operacionit, ajo pati probleme të vazhdueshme me plagët, ëndje dhe rrjedhje lëngjesh, shenja që mund të tregojnë vështirësi në shirim, infeksion ose grumbullim lëngjesh trupore. Pas kthimit në Mbretërinë e Bashkuar, ajo u gjet e vdekur në shtëpi. Koronerja britanike arriti në përfundimin se vdekja e saj ishte shkaktuar nga kirurgjia kozmetike e kryer në Stamboll. Rasti i tretë është ai Hailey Dowell, 38 vjeçe. Ajo udhëtoi në Turqi për një paketë kirurgjikale që përfshinte Brazilian butt lift, abdominoplastik dhe liposucion. Ky është një kombinim me ngarkesë të lartë kirurgjikale, sepse përfshin heqje dhjami, ndërhyrje në murin abdominal dhe transferim dhjami në zonën gluteale. Sipas raportimeve publike, pas ndërhyrjes ajo zhvilloi komplikacione serioze dhe humbi jetën në 3 tetor 2023. Nga raportimet e para nga Mbretëria e Bashkuar, është përmendur edhe embolia dhjamore si element klinik me rëndësi. Kjo do të thotë se ndryshimi klinik lidhe me mundësinë që grimca dhjami të kishin hyrë në qarkullimin e gjakut dhe të kishin ndikuar në funksionin kardiorespirator, një nga komplikacionet më të rënda që mund të lidhet me procedurat e transferimit të dhjamit. Rasti i katërt është ai i Cadel Brown, 38 vjeçe nga Sheffield. Ajo udhëton në Stamboll për një paketë të quajtur Mami MOT, që përfshinte Brazilian butt lift, abdominoplastik dhe ndërhyrje të tjera estetike. Pas operacionit ajo humbi jetën. Sipas raportimeve publike, shkaku u lidh me emboli dhjamore. Ky rast është veçanërisht i rëndësishëm sepse tregon rrezikun specifik që lidhet me BBL kur transferimi i dhjamit nuk kryhet në plane anatomike të sigurta. Rasti i pestë është ai i Jessica Kenyon Geyu, 35 vjeçe, nën e 4 fëmijëve. Ajo udhëtoi në Antalya për një kombinim procedurash që përfshinte abdominoplastik dhe ngritje të gjoksit. Edhe pse ky rast nuk përfshinte domosdoshmërisht Brazilian butt lift, ai mbetet klinikisht shumë domethënës. Kombinimi i barkut me gjoksin është një procedurë e madhe trupore që kërkon kohë operative, menaxhim të kujdesshëm të lëngjeve, kontroll të humbjes së gjakut, monitorim pas operacionit dhe vlerësim të saktë të gjendjes së përgjithshme të pacientes. Sipas raportimeve publike, operacioni u konsiderua fillimisht i përfunduar, por rreth 12 orë më vonë, gjendja e saj u përkeqësua me shpejtësi dhe ajo pësoi arrest kardiorespirator fatal. Ky rast tregon se edhe pa BBL, një mami makeover mund të krijojë një ngarkesë shumë të madhe biologjike për organizmin, sidomos kur kombinohen disa zona kirurgjikale në një seancë të vetme. Përtej vdekjeve, ka edhe raste shumë të rënda që nuk përfunduan fatalisht, por tregojnë të njëjtin model rreziku. Isabella Crawford, 20 vjeçe, sipas ETV News, shkoi në Turqi për një mami makeover që përfshinte abdominoplastik, ngritje gjoksi, liposucion dhe Brazilian butt lift dhe pothuajse vdiq pas komplikacioneve serioze. Po ashtu, Stephanie Reid raportoi komplikacione të rënda pas një kombinimi me abdominoplastik, liposucion dhe ngritje gjoksi. Këto raste janë shumë të rëndësishme sepse tregojnë se edhe kur pacienti mbijeton, çmimi fizik, psikologjik dhe funksional mund të jetë jashtëzakonisht i lartë. Nëse i shohim këto raste së bashku, del një model i qartë. Nuk kemi të bëjmë vetëm me fat të keq. Kemi procedura të shumta të kombinuara, kohë të gjata operative, ngarkesë inflamatore të lartë, kufizim të lëvizjes, ndjekje jo gjithmonë të mjaftueshme dhe në disa raste shtim të procedurave përtej planit fillestar. Kjo është arsyeja pse shoqata britanike e kirurgëve estetik dhe shoqata turke e kirurgëve plastik, rindërtues dhe estetik dolën me deklaratë të përbashkët. Jo sepse po shihnin disa episode të rastësishme, por sepse po shihnin një model që po përsëritet dhe po rrezikonte pacientët. Ka edhe një dimension tjetër që publiku shpesh nuk e sheh. Barrën që këto komplikacione i kalojnë sistemit shëndetësor kur pacientët kthehen në vendet e tyre. Studime nga Shërbimi Kombëtar Shëndetësor i Mbretërisë së Bashkuar kanë treguar jo vetëm kosto të larta, por edhe faktin që shumë prej këtyre pacientëve kanë nevojë për rishtërime, trajtim të plagëve, antibiotik, ndërhyrje korrigjuese, monitorim vaskular dhe ndonjëherë edhe kujdes intensiv. Në serinë e raportuar nga Skocia, 81 paciente me komplikacione përbënin një barrë totale mbi 755.000 pound. Një analizë tjetër tregoi se 96% e këtyre pacienteve që u paraqitën me komplikacione i kishin bërë procedurat jashtë vendit dhe 73% e tyre në Turqi. Pra, operacioni mund të kryhet jashtë vendit, por komplikacionet shumë shpesh kthehen për të trajtuar në vendin e origjinës. Këtu duhet të jem shumë i qartë. Problemi nuk është Turqia si emër gjeografik. Problemi është çdo sistem, kudo qoftë, ku pacientja joshet nga paketa dhe nuk mbrohet nga standardi, ku procedurat shtohen për volum dhe jo për indikacion të arsyeshëm, ku
ku dhe kujdesi pas operacionit zëvendësohet me pak udhësime të shpejta dhe me një kthim të hershëm në avion. Kur mungon vlerësimi formal i riskut trombotik, kur nuk përdoret profilaksi mekanike dhe farmakologjike sipas nevojës, kur nuk kufizohet koha kirurgjikale, kur nuk ka ndjekje reale, atëherë rreziku rritet pavarësisht sa bukur mund të duket oferta. Për publikun, mesazhi më i rëndësishëm është ky. Mami Makeover nuk duhet parë si ofertë, por si kirurgji e madhe e kombinuar. Pyetjet që duhet të bëjë çdo pacient nuk janë sa do të paguaj dhe sa shpejt do të duke mirë, por a jam vërtet kandidate për kaq shumë procedura në të njëjtën seancë? Sa orë do të zgjas operacioni? A do të vlerësohet risku im trombotik? Çfarë profilaksie do të përdoret? Kur do të çohem në këmbë? Kush do të më ndjek ditën e parë, ditën e tretë, javën e parë, javën e dytë e mëtej? Nëse këto pyetje nuk marrin përgjigje të sakta, atëherë pacientja nuk po blen siguri, po blen pas siguri të paketuar bukur. Dhe po e mbyll me fjalinë që duhet të mbetet si boshti etik i kësaj video. Asnjë rezultat estetik nuk vlen më shumë se sa jeta e pacientes. Kirurgjia estetike serioze nuk e fsheh rrezikun, e shpjegon, e mat atë, e ul sa mundet, dhe ndalon kur çmimi biologjik bëhet shumë i lartë. Mami Makeover mund të ekzistojë si koncept kirurgjikal, por vetëm brenda kufive shumë të fortë të sigurisë. Jashtë tyre, ai nuk është më transformim estetik, është rrezik i nënvlerësuar. Nëse mendoni se kjo temë meriton të dëgjohet edhe nga të tjerë, ndajeni, lini mendimin tuaj në komente dhe bëni subscribe në kanalin ton YouTube për më shumë përmbajtje të këtij formati. Ju falenderojmë që na ndiqni me vëmendje dhe përkushtim.